Alo, përshëndetje. Jo. Kush për atret? Mrama Teuta këtu. Mirë se vjen zonja Teuta. Si e sonte, e mirë? Mirë, ju ajni mirë. Mirë them të drejtën, ja që më riktheva sërish. Nuk lodhemi as pak kur jemi në shoqëri me juve. Shumë mirë. E kisha përshëndet mas pari atë parafolësin prej Maqedonie. Gjithë secili tashmë po shpreh mendimin e tij. Po, shumë në rregull. Çka pritet nga qeveria Kurti 3 zonja Teuta? Nga qeveria Kurti 3 veç kena me prit të mira. Veç e kam një propozim që shqiptarët e Maqedonisë duhet mas pari me ju kthy vetvetes se 300.000 Maqedon me i sunu ma shumë shqiptar në Maqedoni, veç analfabeta, ata duhet mas pari numrin me rrit shqiptarve, se s'ju ka faj Albini, ata duhet mu shkru shqiptar, jo musliman, si kur në kohën e kupimit të na, sa ka desh Sërbis ka pengu për xhamia, për fe, veç bërë musliman, e mësu bësh shqiptar, mësu shkruj shqiptar, e me numra për muj Maqedont, veç që nuk ka shqiptar, e këtë jenë të shkru si musliman, fajz nuk ju ka Albini, po kapno Ali Ahmetin, që ka bashkëpunu me ta, ka leju 300.000, 500.000 Maqedon me ju sjell një shtet shqiptar. Mirë, çfarë mendoni që duhet të fokusohet më shumë qeveria Kurti 3? Vedisano shqiptar, shkruju shqiptar, ma e fen, kërkush është kundër fesë, po shkruju shqiptar që je, që flet shqip. E nuk të mund Maqedoni, se mësu ankonin në Albini, se s'u ka faj Albini, Albini ja u ka qelë sytë prej shqiptarve, kush është i meqëm e i shkollun, e kuptan, edhe vedisanu se Ali Ahmetin, mas pari kap në përfyti, sigur të na që janë shumë shqiptar folës, që kanë bëhë shumë gabime e trati, e të vedisohëm një herë për gjithmonë, nuk ka lidhje, a e ka emnin Albin, a qështë e ka emnin. Është interesi i popullit shqiptar, mu forcu një herë, me ngrit ekonomin, mu shkollu, mu bot zot, se bol historia në ka shkel, që i kem qenë pa vedishëm, pa shkollë, në ka shkel, kush u quj pari. Sigurisht se kuptoj zonja Teuta. Të falenderoj shumë dhe njerë. Faleminderit shumë. Përshëndes shumë nga studio. Natën e mirë. Natën e mirë, gjithë të mirat për ty. Po e falenderojmë edhe Teutën dhe të gjithë juve që po vijoni të qëndroni me neve. Doja ato të Albin Kurti është frymarrja e Kosovës në komentin e tij. Presi mendimet të tjera, Arbër Rmoku, përshëndetje Arbër, të përshëndes shumë nga studio me kinderuar. Shumë respekt, me mbrëma. Me mbrëma Karab. Përshëndetje, me mbrëma zotëri Age, mirë se na erdha. Ajni mirë shkollën. Mirë, faleminderit, kalojmë çdo herë mirë me juve. Çfarë mendoni se çka pritet nga qeveria Kurti 3, cilat janë pritshmëritë e juaja, çfarë duhet të fokusohet më shumë? Alo? Më dëgjon? Po, çfarë po? Po se kishte ndërprerje më herët, po veç urdhra. Po të shka ndërprerje se di. Tash jemi në rregull. Është puna e rjetit, besoj, puna e rjetit. Më dëgjon? Është kaputur telefonata, na telefonata njerëz të reagim sepse si duket ka problem me rjetin këtu. Edhe tashmë kemi telefonatën. Është problemi tek ju atje sepse tek ne rjeti është i mirë xhia, atë mirë mbrëma. Mirë mbrëma ka, pa bet. Më telefon se pa. Besoj që ke rjetin e mirë aty ku je. Çfarë po? Mirë zot reagim. Çfarë mendon për temën, çka pritet nga qeveria Kurti 3? Valla, ka mas pore deshta më lidh me do telefonu si po thirrën edhe kritikojnë Albinin. Ata do të mi bo pyetje njerë vetës, partinë e vetë, shka u bon që... Ka partinë e ti që dënë edhe që vlerësën? Me kritiku pak partinë e vetë, shka u bon që ranë 20%, 5%, 12%, ata do të me kritiku vetën, e jo Albin Kurti, se Albin Kurti ka marrën për mi 50%. E ta është dalëm të Albin Kurti, që Albin Kurti do të me kontribu ma shumë të në shëndetësi, në drejtësi, edhe në ekonomi. Këtë të lijat janë në të parë. Në drejtësi tashmë duhet të bëjmë më shumë për thua. Me drejtësin, korap se drejtësin, s'kim Kosovë drejtësia s'ka hesh, drejtësia është në zero, shëndetësia është në zero, po janë në zero, ekonomia rinia për në ikin, do të me qirë fabrika, do të me investu në fabrika, se ne kanë pas fabrikat për i hamën për hekër, i shetën në marun në dërtes, ashtu. Që janë privatizuar tashmë shumë dërmarje publike, e kuptaj? E të, në dikush ta Felonik dhe në kam byllë, jo, Felonik dhe shqit 4-5 herë, o korap.
e privatizu ka të besherë, si Frënikli, si Miniera Goleshit, për shembull Lipjani ka pasën 7 fabrika, asnjë s'janë. Këti ka bënë të tesa. 4.000 punëtorë kanë punu në fabrikën e Minierën e Goleshit, në magnezitit Golesh, ta shumë shelin, hec ujë, ka marrë ujë krejt. 4 herë shitën, se ka punu në baba jam ato, 4 herë shitë edhe së të më shelin, në mbyllë. Sa është të vërtit të kemi tashmë hapje të reja të fabrikave për të zhvilluar ekonomia, zëtë Reagim? Është problem se tash me qelje fabrika kushton për shembull kushton miliardë euro, do të më pesë shumë. Ose kanë pasën had, gatshëm kanë pasën, vetëm me anizin e punëtorët, edhe kanë punuar sërbtel ku tim minutën e fundit që thonë kanë punuar që u kry lufta, kanë punuar në fabrika dhe lanë se ta menon mi marr për veti, po si dhejze që kanë menuar ata, edhe në lanë kënina neve fabrikat gatshme edhe ikën shumë për Serbi, këta tu ndikap në shetën për hekër. Ekonomi janë zero, do të me investuar. Si mund të arrijmë këmbët ekonomia tashmë zot Reagim? Sa është e vështirë? Ka vështirë, ka vështirë se do të me investu shumë. Unë kom një në Lipjan tash nisën një fabrikë e letës, e kanë pasën, po e kanë hangër më herët, tash nisën një fabrikë tjetër, po kushton 1 milion e disa mijë euro. Aja tash ato parë janë. Se për shembull me unë ato parë kur se kanë pasë gatshme. E kështu që shëndetësien, mos me ndohme me shku me bën një operim në Prishtinë, e me thonë mjeku shko blej fashët, dhe shko blej injeksionet, dhe shkoj ato. Ato do të më nalë, do të me investu në shëndetësi. Para salo si për një operacion, para operacionit delmike jashtë, shko blej fashët, shko blej ato, ato do të më ndalën, do të me investu në shëndetësi. Do të jenë të pajisur tashmë të gjithë qendrat e mjekësisë familjare, që mos të enden tashmë njerëzit për të blerë produkte. Me kësë të piqesin ka do që po lypin për shërim jashtë vendit, për shka me shkua jashtë vendit, kurse kemë në për shambull do të me posën shëndetësin tonë, mos me shkua në Tiranë, me shkua në Shkopje, që për në vendet të tjera, po për të trajtuar. Të falenderoj shumë dhe njerë zot Reagim. Përshëndes ty stofën e gjithë. Edhe ne po ashtu të përshëndesim shumë nga studia. Natën e mirë. Po e falenderojmë dhe zotrin Reagim Kozhani nga Italia dhe të gjithë juve shqiptar të dashur, jeni me DTV Media me emisionin kontaktues që vjen tek ju çdo të enjte dhe të shtu nga ora 22 deri në orën 00:05 mesnatë. Presim mendime, reagime të tjera nga ana juaj, të cilët jeni me neve këtu, çka pritet nga qeveria Kurti 3. Të dashur teleshikues, pres komente të tjera që i kam në pritje e të cilat do t'i mirëpresim deri në orën 00:05 mesnatë. Vazhdojmë me mendime, daja thot faktura e rrymës në krejt botën vjen në bazë të kilovatëve. Ti shiqoj kilovatët edhe shumë të tjerë, thot në komentin e tij Daja. Ditjan Çukpishti, përshëndetje Ditjan, të përshëndes shumë nga studia, shumë respekt për ty, edhe për të gjithë miqtë të cilët jeni këtu me neve, e të cilët po vazhdoni të qëndroni me DTV Media.